Miq përmbrëma, jam Eva Thia, dua t'ju them një dy fjalë përmbledhëse, duke qenë se është fusha ime ekspertizë sistemet e qeverisjes, për ngjarjen e fundit që ndodhi këtu në territorin e Republikës së Shqipërisë, ku mbledh grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe vendosi ndryshimin e një ligji kushtetues. Miq, kushtetuta është ligji themeltar i një shteti, shkruhet në hapjet kushtetutës Republikës Shqipërisë, në hapjen e çdo kushtetutë të çdo shteti në botë. Kushtetuta vendos rendin shoqëror, vendos sistemin politik, vendos ndarjen e pushteteve, vendos si funksionon shoqëria, vendos si funksionojnë institucionet, vendos si funksionojnë drejtat e njeriut dhe vendos çdo gjë që ndodh në territorin e një republike. Kushtetuta nuk ndryshohet si teket një grupi parlamentar që ka dosjet kapic me 3 breza, ka dosjet kapic dhe për të mbrojtur ato dosje dhe për të mbrojtur çështjet e veta mblidhet dhe vë në dyshim një vendim që është miratu nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese thot fjalën e fundit dhe vendos qofse do ndërpresi një funksionar punën apo jo. Po e tha gjykata kushtetuese që një funksionar do e ndërpresi punën, do e ndërpresi, dhe jo e dirama tjetë, po edhe zoti vetë zbresi këtu mbi tokë, nuk e negocion dot atë vendim. Nuk bëhet, po ndryshohet tu në fletore, po shtohen këto emra dhe këto pozicionet këtu që këto funksione përjashtohen nga vendimi i gjykatës. Pse më kush e di? Kush e çeni më? Çaj? E dini ju kush ndron sistemin politik? E dini kush ndron? E di kush del vetëm në gjykatën kushtetuese, vetëm populli. Sistemi politik e ndron vetëm populli del mbi gjykatën kushtetuese. Me vullnet të plotë mund dalin mbi gjykatën kushtetuese, të rrëzoj sistemi politik siç ndodhi më parë. As Perëndia vetë nuk rrëzon dot. Vetëm dhe vetëm populli bën presion për ndru sistemin politik me një vend. Po ju I keni blloku që do të flasim për kushtetutë. Ju I keni blloku gjithë mekanizmat e kontrollit pushteteve dhe të presionit popullor, si referendumet nuk gjejnë mbështetje as në kushtetutë dhe as në ligj. Doni të flasim pra për kushtetutë jo? Çfarë qeveri jeni ju? Doni të flasim për kushtetutë? Çfarë qeveri është kjo? Se u se kam votu, asnjëri s'ka votu. 40% njerëzve kanë votu vetëm. Doni të mblidhet kushtetuta tamam, të mblidhet ndryshojë ligji, të ndryshohet ligji, që nuk formohet qeveria pa të paktën 70% votuesve me I vend. Çfarë janë to qeveri që formohet me 40% votuesve? Çfarë janë to qeveri me 40%? Çfarë janë to kryetar bashkish me 20% votuesve? Çfarë janë to? Për këto mblidhet gjykata kushtetuese. Çfarë janë to mandati 1 parë, mandati 2, mandati 3, mandati 4 të kot? Çfarë? Çfarë u bë këtu? Me që doni të flasim për gjykatë kushtetuese, që ka botuar në fletore zyrtare që ky pozicion dhe ky pozicion dhe ky pozicion përjashtohet nga vendimi I gjykatës kushtetuese do vazhdoj. Vetëm gjykata kushtetuese thot fjalën e fundit, do vazhdoj punën një funksionar publik apo jo. Ju t'jepni llogari për ato për cilat akuzojeni. Kaq keni për detyrë ju. Kaq e keni për detyrë. Si ju paguaj unë edhe gjithë taksa paguesit shqiptar. Kaq keni për detyrë ju. Vët jemi dorë që vet. Bla 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 bla. Ku e marrin gjithë të pushtetar njerëzve? Unë s'jam dhënë. Kush e ka dhënë gjithë të pushtetar njerëzve? Të mbledhet prap tani gjykata kushtetuese, të mbledhet prap tani. Edhe të rrëzoj prap atë që ndodhi dje sot në parlament. U mblodhën këto hienat e Partisë Punës. U mblodhën fushë të Partisëve të Bardha. Mos të lejoni ndodhi kjo që po e presidenti, çfarë punë bën presidenti? Presidenti këtu çfarë punë bën? Ku është presidenti? Ka president këtu, Ka president kë vend? Avokati I popullit. Çfarë bën avokati I popullit? S'ka bën një kallëzim për atë gazin e 2010-s që u hodh avokati I popullit. Ka bë, punon me njëri këtu. Po ta edhe kush çfarë? Si, po ta edhe s'ka më sistem ta ndryshojmë. Mbledhem ndryshojmë kushtetutën pastaj.
Që ka bë kushtetuta kështu, se u bë kushtetuta, ndryshoi ligjet mes qevit ka 35 vjet. Këto 35 vjetët që u ndru ra sistemi më përparshëm se më parë se ndryshoi më kushtetuta, s'kishte birën e ta ndryshonte. Tani bëhet mbas qefit kushtetuta. Për mendimin tim mos e lejoni dhe ne si qytetarë dhe ne si popull mos ta lejojmë këtë gjë. Po edhe sikur ne mos ta kishim dorë që gjithmonë populli ka fjalën e fundit, ka grushtin e ekurt, ka vendimarrjen e fundit. Se ne japim pushtet këtyre. Dhe nuk e kanë pushtetin të mjaftueshëm sepse nuk janë votuar mjaftueshëm. Janë me, këta thon 5 vjet, këtu ka votuar dhe të vdek. Pse u la për gjys kjo hetimi i vjedhës votës? Pse u la për gjys hetimi i vjedhës së votës këtu? Si u mandatu kjo qeveri e katërt? Si u harru ky muhabet? Si u harrua ky muhabet? Pra nga do që ta marrësh çështjen dhe nga ana kushtetuese është e paligjshme, dhe nga ana morale, dhe nga ana qytetare, dhe nga ana popullore, dhe nga ana ligjore, dhe nga çdo gjë. Kaq kisha unë. Se u bë muhabet këtu, kalon ligjet tu, kalon ligjet, qa u bë këtu më vëlla. Unë e Vanthia Eva ju përshëndes natën. Reagoni. Unë këtu jam.